Panik në një park publik titullohet komedia e zgjedhur nga nxënësit e seksionit dy gjuhësh të gjimnazit Osokuka Shkodër për të përmbyllur muajin e frankofonisë. Ata zgjodhen sallën e shfaqjeve të shkollës së mesme artistike Prenkjakova për ta interpretuar këtë komedi në skenë. Sot mbaroi muaji i frankofonisë me projektin që kishte përgatitur Gjimnazi Osokuka, seksioni dy gjuhësh frëngjisht-shqip, me teatrin e organizuar vënë në skenë nga profesoresha koordinatore e frëngjishtës Edvalda Kuqi. Dhe sot është me të vërtetë për të falendëruar punën e saj të palodhur dhe nxënësit e këtij seksioni për lojën aktrimin jashtëzakonisht të bukur që ban. Nxënësit e seksionit dy gjuhësh të liceut Osokuka kanë vënë në skenë një pjesë teatrale, Panik në një kopsht publik. Në këtë pjesë nxënësit kanë loja e tyre që ishin rreth 12 nxënës që kanë marrë pjesë në këtë. Loja e tyre ishte shumë e kënaqshme dhe na ka befasuar sot. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin edhe përfaqësues të ambasadës franceze në Tiranë, të cilët vlerësuan vëmendjen e treguar nga shkollat për aktivitete të këtij lloji. Në kuadrin e pranverës frankofone, nxënësit në të gjithë Shqipërinë organizojnë aktivitete të ndryshme dhe në këtë sot me fatin të asistonim në një shfaqje të organizuar nga nxënësit e Gjimnazit Osokuka të seksionit dy gjuhësh dhe na kanë kënaqur pa mas me prezantimin dhe me shfaqjen e tyre, me lojën e tyre artistike. Ishin disa artistë të vërtetë. Gjimnazi Osokuka në Shkodër gjatë këtij muaji ka zhvilluar veprimtari të larmishme, konform programit të pranverës së frankofonisë, një aktivitet tradicional që i kushtohet çdo vit për gjuhën dhe kulturën franceze.